përqendrimin e tyre, fillimisht ishte zona e Balltikut dhe shumë dronë, pavarësisht se sa deklarohet që është propaganda apo s'është propaganda, janë fakte, as a matter of fact. Aty ka pasur, domethënë, sulme të dronëve të Ukrainës nëpërmjet territoreve të Balltikut që kanë goditur stabilimente të ndryshme energjetike në Rusi, por dhe ato ushtarake. Nga ana tjetër, për të testuar, flitet që besohet që Rusia e ka bërë këtë gjë si provokim për të testuar reagimin e NATO-s, po. Janë gjëpura absolutisht, sepse Rusia e ka absolutisht të qartë që në çfarë gjendje është NATO në këtë moment, çfarë është e aftë të bëjë dhe çfarë nuk është e aftë të bëjë. Kjo është, nëse doni, kjo luftë diplomatike për momentin është një luftë gjelash, si nga njëra palë, si nga ana tjetër. Asnjëri nuk e mban të sulmojë tjetrin, sepse frika ruan vreshtin. Nga ana tjetër, Rusia do të dëshironte të mos kishte kurrë luftë me Bashkimin Evropian, me Europën. Përkundrazi, për Rusinë, Europa është një treg shumë interesant dhe me perspektivë dhe vazhdon të thonë kështu akoma edhe sot e kësaj dite që me Europën do pajtohemi një ditë. Prandaj nuk ka asnjë lloj interesi kur ndodhin gjëra të mëdha, gjëra të bujshme, duhet kuptuar kujt i intereson ky përshkallëzim i situatës. Le të kujtojmë që Zelenski 2 ditë përpara i kërkoi me dorë të hapur, me domethënë të shtrirë presidentin amerikan dhe Kongresit amerikan më tepër raketa për Patriot dhe për raketa të tjera të veprimit të gjatë për të goditur më tepër Rusinë. Administrata e Trumpit, me sa dihet, të paktën kështu komentohet, nuk është përgjigjur fare kësaj kërkese. Pra, interesuar në këtë drejtim është Ukraina. Nuk është të thënë që droni është Ukrainas. Mund të jetë 3 variante apo 4 variante të situatës. E para, që droni rus goditi me qëllim Rumaninë. E dyta, droni rus i përfshirë në luftimet në Ukrainë është të orientuar nga mjetet e kundërajrorit të Ukrainës dhe ka humbur orientimin dhe ka goditur një balkon me 2 rumull të shkret që padashje domethënë u bën aty viktima. E treta, mund të jetë që ukrainësit ta kenë përdorur dronin për qëllimet e tyre, domethënë ka shumë drona që bien pa shpërthyer, dhe ato mund të ripërdoren, domethënë për arsye të ndryshme taktike nga pala kundërshtare. Këto ka pasur raste si nga njëra palë dhe nga ana tjetër. Ky është një variant, por vetë presidenti Putin ka deklaruar që deri tani nuk është e provuar që droni ka ardhur nga Rusia. Ai deklaroi që kush ka deklaruar që droni ka qenë rus, kush ta von der Leyen, ajo ka qenë në vendin e ngjarjes, ajo ka bërë ekspertizat. Kjo ka qenë reagimi i Putinit. Por faktën unë po ju transmetoj tash qendrimin zyrtar të Moskës, kuptohet. Dhe Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka deklaruar që ka të ngjarë, kështu deklaruan ata, ka të ngjarë që droni që të jetë i Rusisë dhe të jetë orientuar nga ndikimi i valve magnetike të ushtruara nga forcat kundërajrore ukrainase. Po.